Në mesin e rasteve me simptoma të gripit sezonal nga 29 shtatori deri më 24 dhjetor janë identifikuar edhe 20 raste pozitive me COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë të ditur se nga 1093 mostra të testuara për grip, 180 kanë rezultuar pozitive me influencën A, e cila është lloji më i përhapur aktualisht. Sipas institutit, COVID-19 rezulton me simptoma të njëjta me ato të gripit. Sa i përket COVID-19, simptomat janë të ngjashme me ato të gripit. Në periudhën nga 29 shtatori 2025 deri më 24 dhjetor janë regjistruar 20 raste të SARS-CoV-2, që përbëjnë një numër shumë të vogël, 1.82% pozitivitet i mostrave të testuara, dhe aktualisht paraqisin problem më të vogël krahasuar me gripin sezonal. Praninë e COVID-19 e ka konfirmuar edhe Rushit Ismaili, i cili është specialist i mjekësisë familjare në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Është virus i zakonshëm që e trajtojmë në mënyrë të zakonshme si çdo virus tjetër. Nuk është ai dramatiteti i cili ka qenë herës së kaluar, virusi e ka humbur atë fuqinë cilën e ka pasur, edhe organizmi jonë është mësuar që ta dallojë dhe kanë krijuar imunitet ndaj këtij virusi. Kështu që nuk është shqetësuese edhe kur pacientët dalin COVID pozitiv. Ndërkaq intensiteti i përhapjes së gripit sezonal krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka shënuar rritje për 3.5%. Intensiteti tregon se ka raste të shumta të infeksioneve pra të ngjashme me gripin, infeksione akute të rrugëve respiratore dhe raste të gripit, por simptomatologjia e gripit është e ngjashme gjithmonë dhe është e vërtetë se gripi mund të shkaktojë komplikime shumë të rënda dhe gjithashtu vdekje. Gjatë muajit dhjetor është rritur edhe numri i qytetarëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Sipas specialistit Ismaili, një mjek i vetëm trajton rreth 30 pacientë në ditë, ku gjysma paraqiten me simptoma gripoze. Situata është e përballueshme, edhe pse kemi numër të shtuar të pacientëve që kërkojnë ndihmë shëndetësore, edhe është një numër më i madh se muajin e kaluar, po prapë është e përballueshme për stafin tonë. Jemi në gjendje që të ofrojmë ndihmë shëndetësore këtyre njerëzve. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik u kanë bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen me vaksinën kundër gripit sezonal, si mas për të reduktuar rrezikun e infektimit dhe përhapjen e virusit.